Kalamajja. Përshëndetje. Gëzuar 1 qershorin të gjithëve. Kudo që jeni. Gëzuar dhe ne, se dhe neve sot jemi beba, fëmijë jemi dhe neve sot. Na shikoni. Patjetër që ne jemi fëmijë. Ne ndihemi fëmijë, jemi fëmijë dhe kemi magjinë e fëmijëve, sepse japim çdo ditë nga jonja dashuri për to. Apo jo? Sigurisht. Jam shumë e lumtur që në dëgjim kemi po aq sa fëmijë, aq edhe të rritur, të cilët janë bashkuar sot emisionit ton. Por ne na mungojnë fëmijët sepse janë aktivizuar në aktivitetet e tyre, por jo se s'janë me ne. Ato janë lodhur gjithë ditën sot për aktivitetet e fëmijëve dhe po na ndjekin nga kjo dritare e vogël. Sot me ne është gjyshe Shqiponja Panajoti. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhje nëna Shqiponja. Mirëmbrëma dhe mirësegjeta dhe gëzuar fëmijëve kudo që ndodhen. Në gjithë botën, në Shqipëri dhe gjithandaj. Kemi dhe një shkrimtare për ju të dashur fëmijë. Juve ju kujtohet zëri i ëmbël i teta Margaritës, Margarita Lapushi Zenelaj. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhje në botën e fëmijëve. Mirëmbrëma të gjithë, mirësegjeta, gëzuar të gjithë të kudo në botë. Faleminderit që je mes nesh. Dhe sot është një festë e madhe, është një festë në fakt ku çdo gjë është e realizueshme. Është e pamundur që në botën e fëmijëve magjia të mos ndodh. Dhe ka ndodhur magjia në fakt dhe ne shikoni jemi kthyer fëmijë. Unë për vete sot jam Mimoza Llastica, kështu ndihem dhe kështu dua të ndihem deri në fund të emisionit. Prandaj dhe lutemi shkatatori i tillë. Po kam edhe Sarën këtu. Sara shoqja e Mimozës, nga që i pëlqen Mimoza shumë, i ka bërë flokët si Mimoza Llastica dhe Sara. Sara? Unë jam Sara. Ti je Sara, shoqja Mimozës. Jo goca jote, jo. Jo, një tjetër, po prandaj më bëre lëmsh dashur. Më ka hyrë Sara dhe nuk e shikoj. Je Sara shoqja Mimozës, tamam ta gjeti, dhe ajo flok zezaj ka. Po, vërtet. Neve jemi shoqe dhe kështu të vockla, të përkëdhelura. Sot të dashur fëmijë, me siguri secili prej jush ka marrë sado pak informacion, ose mësueset dhe edukatorët ua kanë kursyer informacionin për të përqendruar vetëm tek dëfrimi dhe argëtimi juaj, se në fund të fundit kjo është ajo çka ju meritoni në këtë ditë. Por ne kemi si qëllim dhe si mision që të argëtojmë duke informuar. Dhe duam që gëzimit tuaj t'i vëm pak pushim, që ju të merrni më pas adrenalinën për interpretimet tona dhe të shumë fëmijëve të tjerë që do të vinë në formën e videove më pastaj, duke ulur, duke zënë një qoshe të freskët tashmë, nuk themi të ngrohtë, sepse temperaturat janë ngritur, për të dëgjuar si u bë e mundur që të përcaktohet një ditë dhe si lindi festa e fëmijëve. Atëherë, unë do ta lexoj me kënaqësi për juve. Pas të merreve të luftës së dytë botërore, bota e kuptoi që fëmijët kishin nevojë dhe ishin ndër viktimat më të pambrojtura. Lufta u kishte marrë fëmijëve prindrit, vëllezrit, motrat, ishte koha që bota duhet të ndalej dhe të reflektonte, të mendonte për më të vegjëlit. Jo vetëm për të ardhmen e tyre, por si qenie njerëzore. Pikërisht në këtë frymë, në 1 qershor të vitit 1925, në Gjenevë të Zvicrës, u mblodhën dhe u zhvillua konferenca botërore për mirëqenien e fëmijëve, ku morën pjesë shumë shtete. Në këtë konferencë u hodhën themelet e mbrojtjes së drejtave të njerëzit, por më shumë atë të origjinës dhe statusit social të fëmijëve. Ndërkohë, në të njëjtën ditë, konsulli i Kinës organizoi një festë të madhe, shumë të madhe për fëmijët. Këto dy ngjarje të ndodhura u bën shkaz dhe morën një simbolik për të shpallur këtë ditë si ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Po në Shqipëri si nisi? Në Shqipëri dita e fëmijëve festohet zyrtarisht që prej periudhës së pas luftës së dytë botërore. Në sistemin e mëparshëm fëmijët organizoheshin në parada, ju kujtohet? Nëna Shqiponjës, Almës edhe Margaritës i kujtojnë paradat e 1 qershorit, aktivitetet artistike, ekspozitat e vizatimeve,
shfaqje teatrale, plot, panajire, librash, aktivitete në natyrë, shpërndarje dhuratash, vizita në qendra kulturale. Nuk është thjesht një festë zyrtare dhe një kujtesë për të rriturit që edhe fëmijët kanë një ditë ku ju duhen dëgjuar zërat dhe respektuar të drejtat e tyre. Është një ditë ku ne si shoqëri kthejmë syt nga më të pafajshmit dhe premtojmë se do të ndërtojmë një të ardhme më të drejtë për ta. Një ditë, por një mision i përhershëm ama, sepse 1 qershori është vetëm një ditë në kalendar, ndërsa misioni është i vazhdueshëm, sepse një fëmijë i lumtur sot është një njeri i mirë nesër. Dhe ne prandaj në këtë emision investojmë kaq shumë që bota e tyre të bëhet ashtu siç i përket, prallore, magjike në edukimin e njerëzve që i duan dhe i japin për ditë botës së fëmijëve. Pjesë e kësaj armate jemi edhe ne dhe unë jam shumë falenderuese nëna Shqiponjës, Margaritës, koleges time bashkëmoderatores Alma Mehmeti, që sot jemi në këtë ditë, në këtë mision të shenjtë të përhapjes së paqes dhe të njohjes së drejtave të fëmijëve. Gëzuar 1 qershorin jo vetëm ju të dashur fëmijë, por edhe ata që u rrisin të lumtur. Kjo ishte një hyrje dhe një prezantim për të gjithë fëmijët dhe të rriturit, për të ditur dhe për të kuptuar rëndësinë e kësaj feste dhe jo vetëm për të përshpërndar dhurata, por për të mbajtur në vëmendjen e tyre që investimi sot për fëmijët është krijimi i një njeriu të lumtur nesër. Faleminderit për vëmendjen dhe pa bërë shumë fjalë dhe diskutime mbi këtë, të cilët të tjerët i kanë thënë, unë thjesht i solla në vëmendjen tuaj, duaj që të ftoj nënën e këtij paneli, së pari Shqiponja Panajotin, e cila të na thot 2 fjalë dhe siç e shikoni në panel ne kemi krijuese. Krijuese të cilat kanë ardhur me krijimet e tyre enkas të dashur fëmijë për këtë emision dhe për këtë mision të madh që përmban në vetvete ky emision. Shqiponja, Moza, unë dua të them një gjë. Ti nuk e ke idenë sa fëmina ka dërguar videon e sot për t'i shfaqur në emision? Po, do patjetër që po. Ti do që ta filloj me ndonjë fëmijë, meqense është festa e tyre. Se këtë do thoj edhe unë. Le ta fillojnë fëmijët është dita e tyre. Të drejtë. Atëherë, unë kam shumë këtu që Margarita na ka dërguar shumë video dhe Margarita, unë do t'i shfaq dhe Margarita do t'i prezantoj vetë. Patjetër. Dhe unë do ta nis me një muzikë në piano. Përshëndetje, unë jam Ermela. Që në mëngjes e ndjeva që kjo ditë do të ishte ndryshe. Sot është 1 qershor, dita jo, dita e fëmijëve, dhe unë do të aktroj në një shfaqje që e dua shumë. Unë luaj rolin e një princeshe të guximshme, që shpëton të tjerët me zjuarsi dhe dashuri. Ky rol më pëlqen sepse më ngjan me vete. Unë nuk kam frikë të flas, nuk kam frikë të veproj. Kur dola në skenë, sytë e publikut ishin mbi mua. Zëri më doli i sigurt. Dhe çdo fjalë që thosha më bënte të ndjesha më e fortë, si të isha vërtet ajo princeshe. Kur mbaroi shfaqja, salla shpërtheu në duar fokitje. U përkula me buzëqeshje të madhe, dhe brenda vetes e dija, kjo nuk është thjesht një lojë. Kjo është ëndra ime. Unë jam Ermela dhe sot jam aktoria e vogël me ëndra të mëdha. Dhe gjithë këtë e bëra me shumë dashuri, për të sjellë buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve, në ditën më të bukur që keni, festën tonë, 1 qershor. Gëzuar festën e 1 qershorit, me shumë dashuri, fëmijë të dashur. Sa e bukur. Margarita, kush ishte? Kjo është Ermela, është vajza e një mikes time nga Libohova. Më besoni, është një vajzë shumë e talentuar, jo vetëm në piano, në kërcim, në recitim,
por është një aktore e mrekullueshme. Unë kam edhe disa video tjera që nuk ja kam dërguar, ajo aktron shumë bukur. Ka shumë na e premtoj që do na i dërgosh në emisionet e ardhshme. Patjetër, do t'i marr leje mamit edhe do t'i dërgoj. Dhe unë kam qef që ajo të vi vetë një ditë në emision. Do jetë kënaqësi edhe për ne. Është shumë fëmijë me talente shumë, nuk ka vetëm një, është shumë e zgjuar. Atëhere ajo dukej si ishte shumë e zhdërvjellët, edhe e kishte artin brenda vetes. Do ta shikoni sa i zhdërvjellët është Moza. Shikojeni, ndiqeni në një video tjetër akoma. Sot u zgjova nga një zë, ai dukej shumë i lumtur, zgjau bitë të puth mami, sot ke festën më të bukur. Sot u zgjova nga një zë, ai dukej shumë i lumtur, zgjau bitë të puth mami, sot ke festën më të bukur. Qofshe lumtur bia ime, mami sot po më uron, si një flager prandere të qoftë jeta një qershor. Qofshe lumtur bia ime, mami sot po më uron, si një flager prandere të qoftë jeta një qershor. E pat? Shumë e bukur. Artiste vogël. Tani e ke rallën ti Shqiponja, me kënaqësi ta lë rallën. Edhe unë me kënaqësi do ta marr. Megjithëse ndonjëherë nëna ti lëm dhe për në fundës, s'ka ndonjë gjë, unë kënaqem kur shoh kështu. Më japin tjetër, më ndryshojnë komplet atë. Fëmijët që nënat kanë shumë rëndësi në rritjen e tyre. Sepse brenda meje është akoma ai fëmia i vogël. Unë them ndonjëherë s'bëhem e rritur, se gjithmonë si fëmijët bëj. E dim që është data 1 qershor dhe një nga ditët më të bukura për fëmijët që kanë kohë që përgatiten edhe bëjnë festa e takime më shumë ata se ne të rriturit. Pra është një nga ditët më të bukura të sinqerta, ku shikon fëmijë të lumtur, fëmijë që qeshin, që vallëzojnë, që kërcejnë, që bëjnë lloj-lloj manovrash për të dukur ndryshe në këtë ditë. Pra është një ditë me ngjyra që ne të rriturit bëhemi si ata. Unë do të dëshiroja gjithë vogëlushve, kudo që të ndodhen, shëndet dhe shkëlqim në sy. Jo vetëm këtu te ne që është paqe, po dhe ata që janë në botë, që sot janë në krizmat e armëve, me barkun bosh, me epjet pa kufishme për ujë, dhe me shumë gjëra të tjera që ata as në ëndra s'do t'i kishin ndoruar e pa ndonjëherë. Pra, ne nuk mjaftojmë të kujdesemi për një ditë për fëmijët, po për çdo ditë duke i njohur me të mirat dhe me të këqijat e kësaj bote. Një qershor i vërtet është një ditë gëzimi, por le të jetë gjithkush nga fëmijët dhe prindërit mos kenë frikë të jetë një Harry Potter i vogël. Nëse ata që e kanë lexuar do më kujtojnë, do thonë që po vërtet. Edhe mund të them që librat janë pjesa e fëmijëve në çdo festë, sepse çdo pjesë e librave është në gojën e fëmijëve sot. Atëherë unë do filloj me një poezi të Margaritës. E kemi këtu pjesëtare të emisionit tonë, tashmë është pjesa jonë dhe duke unë mos patur, unë i kam, fakt i kam shumë me luftra, unë i kam të dhimbshme, edhe sot që është ditë e gëzuar, nuk doja ta ndryshoja atë ritëm. Dhe ëndrat e fëmijëve kur mos i vrisni, thot Margarita. Sa herë kur fëmijët përmenden, s'di pse gjaku më zjen nga brenda. Të dalë të luaj, e pak të çmenden. Oh, sa dua, e shumë më ka nda. Edhe një qershorin me zi e pres, brenda shpirtit më zgjohet fëmija. Mendja mi ikën, e fluturon në shesh, të gëzoj e të hidhen nga lumturia. Fëmijët janë e ardhmja, kuptimi i jetës, janë shërim për plag, e ditët na shtojnë. Fruti i dashurisë, simboli i së vërtetës, janë gjithçka në familje, pasuria që gëzojmë. Një qershor i erdhi, e fëmijët po festojnë. I kanë mbush oborret, parqet, lozin e këndojnë, e lodrojnë. Si zojt në përpem, këngët i këndojnë. Si lule pranvere, lëndinave lulëzojnë. Ëndrat e fëmijëve kur mos i vrisni. Dëshirave të tyre bëju një balon.
Shpirtin e fëmijës nga vetja mos e grisni, ruajeni, si një thesar për gjithmonë. Bravo. Bravo do të bëj dhe unë për ty se e ke shkruar shumë bukur. Bravo Marga, bravo për moralin edhe për mesazhin gjithashtu që përcolle. Faleminderit Shqiponja, sa bukur. E jo dhe aq bukur, po në fakt se ku di pse u emocionova as vetë se di, më ngjesë më shtyma. Me qënë se jemi te Margarita, edhe Margarita vetë dëshiron ndoshta të sjell diçka përpara se të shfaqim ndonjë video të fëmijëve, Alma, se unë kur shikoj që ti ngren kokën do të sjellësh fëmijët me siguri. Ata e kanë të drejtë, vinë. Patjetër. Alma, kam disa mesazhe që më thonë nuk arrim ta shikojmë videon. Transmisionin ton, emisionin ton, a është për të gjithë vizualizacione për gjithë? E kanë të gjithë mundësinë për ta parë? Shikoje pak opsionin tënd, sepse nuk arrin dot, ju shfaqet jo disponibël video e emisionit. Kanë dëshirë të hyjnë ta ndjekin, prandaj më shkruajnë nuk arrin dot të kenë qasje në emision. Varet nëse kanë hyrë tamam, se mbase nuk e shohin. Jo, nga faqet e Facebookut tonat. Alma, e ke të disaktivizuar mikrofonin. Të thotë që Shqipojnë nuk të mërzitet me mua kur jam mbyll mikrofonin. Atëherë, unë përndar për të gjithë, por në qoftë se është ndonjë që nuk mundet, atëherë ti mund t'ja u dërgosh me link. Po, ja dërgoj linkun unë dhe nuk arrin dot të hynë. Gjithsesi, okay, ti e ke lënë për të gjithë, varet kush e di se si është. Në rregull. Le të vazhdojmë me programin ton, me videon, çfarë ka përgatitur teta Alma surprizë për ne. Nuk do lexosh njërë mesazhet. Në fakt janë bërë ca, duhen lexuar. Atëherë, të dashur miq, së pari faleminderit që jeni me ne dhe fillojmë nga Zana Alka, e cila thot: "Përshëndetje zonja të nderuara, urime emisionit, të gjithë nga pak ndihemi fëmijë. Gëzuar festën të gjithë fëmijëve sot." Faleminderit dhe ne ju urojmë gëzuar. Endrit Shtylla: "Urimet më të përzemërta për këtë emision kaq të bukur, miket e mia të mira, Moza, Margi, Alma e Ponja. Gëzuar të gjithë fëmijëve për këtë fest me kaq shumë kuptim e të bekuar për to." E falenderojmë Endritin që është gjithmonë me ne, ku është Arti dhe Endriti nuk mungon. Zana Alka, kënaqësi edhe për ne që ju dëgjojmë Moza, faleminderit Zanës. Suzana Vangeli, mikja jone ëmbël që na mungon sot, por me siguri që ajo ka ardhur në formë tjetër tek ne sot. Përshëndetje panelit të mrekullueshëm, gëzuar një qershori, festën internacionale të fëmijëve. E falenderojmë dhe ajo duhet jetë angazhuar me shumë siguri. Ivan Jokic, gëzuar festën e paneli mrekullueshëm, më kaloi, Alma, më kaloi Jokic. Gëzuar festën e fëmijëve. Një verë të mbar, përshëndetje zonja edukatore dhe prindër përrallor, faleminderit Ivan. Nezi Plaku Velaj, gëzuar një qershorin vogëlusha, gëzuar, faleminderit Nezi. Zana Alka, bravo. Ermela, zemra vogël. Ermela është mbesa e Margës? Jo, Ermela është vajza e mikes time. Vajza e mikes, po. Bona Abazi, mirëmbrëma të dashura dhe ëmbla mike fëmijë sot. Gëzuar një qershorin, festën më të bukur dhe më të lumtur në botë, festën e fëmijëve të cilët ju uroj paqe, lumturi, dashuri dhe gëzime. Paqit gjithmonë, ju përqafoj fort të gjithëve. E falenderoj mësuese Bonën që është gjithmonë me ne. Burbuqe Esti, përshëndetje dhe muaj të mbar, faleminderit dhe suksese të mëtejshme gjithashtu. Shton Burbuqe Esti, faleminderit që je me ne. Fatime Buzo, urime për emisionin tuaj, gëzuar të gjithë fëmijëve. Faleminderit të gjithëve të rriturve që janë me ne sot dhe na mbështesin në iniciativat dhe misionet tona. Unë në fakt dua ta përshëndes një mike shumë permanente, shumë të përhershme të këtij emisioni, Bona Abazi, në wallin e saj, në faqen e saj të Facebookut, ajo sot ka shfaqur një poezi, Fëmijët e harruar nga drita, një poezi shumë prekse që i drejtohet një bote të privuar nga lumturia
pikërisht këtyre fëmijëve. Bëhet fjalë për fëmijët e luftës, kanë përshtypje nga titulli. S'kan një dhomë me lodra plot ngjyrë, as shtrat, as këngë, as diell mbi ballë. Kanë thjesht sa këpucë pa numër dhe një uri që zhurmon çdo natë. Nën hije lufte, mes rënojesh, ata flenë pa përralla, pa gjumë. Në vend të qumshit, thithin frikën, me zemra plumbesh, pas një shkak. S'kan një komb t'i marrë në krah, as flamur që t'u thot, jam këtu. Kanë vetëm sy të thellë dhe të bukur, që thërasin botën. Ku je? Na duaj pak edhe ne. Çdo fëmijë pa shtëpi është dhimbje. Çdo buzë që s'qesh është plag që s'shërohet. Një tokë që si mbron është e shkret. Dhe një njerëzim që s'dëgjon, thjesht harrohet. Ej, bota ime plot ngjyra. Hapi krahët për të vegjlit pas tre, se fëmiria s'mund të jetë malli humbur në një kohë që ka më shumë ëndra se ç'duhet për vete. Kjo ishte poezia e ndjerë e mësuese Bona Abazit, e cila nuk ma ka kërkuar ta interpretoj, por mu dukë shumë e ndjerë dhe unë doja që ta ndaja në shenjë falenderimi për gjithë, jo vetëm faktin që qëndron me ne në emision, por që di të jetë një inkurajuese dhe një zhvilluese e mëtejshme e brezit të ri dhe nëpërmjet mesazheve prekse që ajo transmeton. Mungesën e paqes për një kontingjent fëmijësh të cilët janë duke u përballur me luftën. Alma, të ndryshojmë pak atmosferë. Ndonjë video e bukur argëtuese e fëmijëve? Jeta i përmban të gjitha, kështu që ne jemi një mozaik i tillë. E ke mikrofonin të disaktivizuar. Kemi Sindin që sot e kemi ndërmjet videove që ka sjell. Ta ndjekim. Përshëndetje fëmijë. Ju uroj nga zemra, gëzuar një qeshorin. Dhe sot për ju do të lexoj një poezi. Kur vjen një qeshori, zemra më kufon. Se është festa ime, se është festa jon. Me shokët e shoqet, lozim e këndojmë. Prindër e mësues, bashk me ne festojnë. Dhe tromcakët, ciu, në ajër lodrojnë. Gëzuar o fëmijë, me gjithë zemër na urojnë. Dhe çapkënja ketrushe, për të na uruar festën, po na sjell lule fushe. Ja na erdhi një qeshori, ç'na gëzon kraharori, çelin lulet plot hare, midis tyre lulen e. Faleminderit Sindi. Sa e bukur, sa e bukur. Na erdhi si përmall kjo vajzë, sepse nuk na mungon kurrë në emision, por sot është dita e tyre dhe janë në argëtim e sipër. Por neve nuk harrojmë që t'i sjellim në një formë tjetër, vetëm që t'jenë pranë nesh dhe kryefjala e këtij emisioni. Alma, si thua të vazhdojmë edhe me një interpretim tjetër të besoj që ke dhe fëmijë, unë të kam dërguar të një fëmijë të vogël. Atëherë, unë po vë të një fëmijë tjetër njërë, pasaj do vë të fëmijë sepse... Jo, s'ka gjë, vetëm për të sjellë një cicërim ndryshe, për larmishmëri moshash. Pikërisht, ja ta ndjekim edhe Margarita gjithmonë do bëj prezantime. Shëndetje, unë jam Eli. Sot është një qeshor, dita në kombëtare e fëmijëve. Por për mua nuk është vetëm një fest, sot është dita kur unë do të ngjitem në skenë dhe do të kërcej përpara të gjithëve. Kam ushtruar shumë. Në fillim hapat më dukeshin të vështirë, por sa herë dëgjoja muzikë, ndihesha i lirë, si të fluturoja dhe nuk u dorëzova.
Kur erdhi momenti, dola në skenë me zemrën që më rrihte fort, muzika filloi dhe frika u zhduk. Unë kërceva me shpirt, me buzëqeshje, me gjithë dashuri që kisha për kërcimin. Kur mbarova, dëgjova duart tokitjen. Shumë duart tokitjen. Dhe atëhere kuptova diçka. Nuk ka rëndësi sa i vogël je, kur jep më të mirën, je i madh në zemër e të tjerëve. Sot unë u gjeva si një yll i skenës. Po, nuk jam një yll i skenës. Yll i skenës. Gëzuar një qershor të gjithë fëmijëve. Të lund. Ky është Elio, është vëllai i Ermelës dhe është vetëm 6 vjeç. Unë ja kam përshtatur pak tregimin, një kërcimtar shumë i mirë, kërcim bukur. Edhe sot kishte një aktivitet artistik pikërisht në orën 6 që filloi emisioni dhe s'mund na ndjekin live. Dhe përfaqëson një kërcim në atë aktivitet në Libohov. Po kishte shumë dëshirë që ta Duket që ka zona që i promovon këto talentët edhe në fushën e kërcimit, sepse dhe vajza tjetër ishte spikatur në këtë drejtim. Është shumë e vërtetë dhe është Fatime Buzo që kishte komentuar pak më parë, ajo bën për fëmijët se e kupton që ata kanë talente dhe ajo ja ka ushqyer edhe më shumë. Me fat këta fëmijë kur kanë njerëz të cilët e duan edhe e duan ta lënë pas artin e tyre në brezat e rinj. Dhe i mbështet. E vërtet. Është investim. Do vazhdoj me videon që Moza kërkoi, le ta ndjekim. Pasi kohën janë në mbal, vogëlushët festën kanë, qesin zemra te këndon, një shëshori ta festojnë. Këngë vjesha se përthojnë, magazimin e re, edhe të gjithë e lumë të remi, edhe prindi bashkë me ne. Bravo. Po ky fëmijë nuk është hera e parë që i shikojmë ne Moza apo jo? Nuk është hera e parë, ky është Riani, është nipi i Caseyt. Po pra. Casey e ka çunin e vëllait dhe është halla domethënë Casey. Kështu që e falenderojmë Rianin, mamin e Rianit, që u bë pjesë e emisionit përmes videos së tij dhe e ka bërë enkas këtë regjistrim për këtë emision. Ju urojmë gëzuar edhe Rianit, edhe mamit të gjitha mamave të cilët ju qëndrojnë kaq pranë dhe i stimulojnë fëmijët e tyre dhe i edukojnë me dashurinë për artin. Atëherë besoj ta thyem pak të fillojmë një çik me Margën, mos Marga ka përgatitur diçka për të lexuar nga të sajat shkrime, Marga? Apo ke ndonjë këngë, ti je befasuese? Ti ke dhe këngë për një qershorin, kam përshtypjen. Jo, në fakt të dështa lija surprizë për në fund, megjithëse nuk e dija do ta realizoj sot, po nuk dhe. Po të shfrytëzojmë kohën që i ke zërin mirë, them unë. Mos të lodhet nga leximet. Jo, atëherë do filloj me një tregim të shkurtër për një qershori. Sot është dita e fëmijëve, një ditë e veçantë që u përket buzëqeshjes së tyre, ëndrave dhe zemrave të vogla. Le të qeshim, të mësojmë, të këndojmë dhe të argëtojmë, sepse ju jeni ardhmja, drita dhe gëzimi çdo dite. Unë kam shkruar një tregim jo shumë të gjatë, e kam lidhur pak me fëmijët e mi kur kanë qenë të vegjël edhe tani që u rritën. Festa që s'harrohet. Dikur, jo shumë kohë më parë, Leo dhe Elda ishin dy fëmijë të hareshëm që mëzi prisnin një qershorin.
Vraponi në përobor me balona, fytyra të lyera me bojë dhe me sytë që u ndriçonin nga dhuratat. Çdo një qershor, prindrit i surprizonin. Një biçikletë për Leon, një kukull që fliste për Eldën, çokolata tullumbace për të dy. Ishin ditë magjike. Por tani Leo është bërë i gjatë, madje ka filluar të mbajë syze serioze. Elda, gjithnjë me stil dhe me telefon në dorë, e cila gjithmonë është e zen. Megjithatë, çdo një qershor, mami nuk ka ndonjë dhuratë të vogël për ne? Pyet Elda me buzëqeshje paksa tinzare. Vetëm një çokoladë si dikur? Shton Leo nga dhoma tjetër. Prindrit qeshin. Ata e dinë që fëmijët e tyre janë rritur me trup, por zemra u ka mbetur si dikur, e bardhë, e ndjeshme, plot mall për vitet e arta të fëmirisë. Këtë vit, sot me një qershor, ata u gdhin të dy më herët se zakonisht. Në kuzhinë i priste një kuti e mbështjell me letër ngjyrë ylberi. Çfarë është kjo? Pyet Elda me sy që i shkëlqenin. Lexoni etiketën, tha mamaja me një buzëqeshje të ngrohtë. Në kuti shkruaj: për Leon dhe Eldën, fëmijët tanë të përjetshëm, sepse fëmiria nuk ikën kurrë, vetëm mëson të flas butë. Ata qeshën, u përqafuan dhe me një copë çokoladë në dorë i premtuan njëri tjetrit. Çdo një qershor, sa do të rritemi, do të festojmë si fëmijë, me zemër plot dhe me duar që presin dhurata. Gëzuar të gjithë fëmijëve, gëzuar çdo ditë. Faleminderit Marga. Faleminderit që e solle kaq ngrohtë dhe kaq bukur. Unë në fakt që në fillim thash dëgjuesve dhe shikuesve që janë në dëgjim që sot do të mrekullohen nga shkrimet e vetë të ftuarve apo vetë pjesëtarëve të panelit, pasi është fat kur pjesëtarët e panelit janë edhe vetë krijues, të cilët mundin që këtij emisioni t'i japin freski dhe individualitet përmes krijimeve së krijuara enkas për këtë emision. Kështu që unë tashmë, Alma, kisha qef që edhe unë të sillja një përrallë time që e kam shkruar për këtë ditë dhe ka një titull shumë interesant. Apo ke diçka për të shfaqur, Alma? Vazhdo, mund të vazhdosh. E kemi kohën tonë. Jo, nëse ke ndonjë... Pastaj kam dëshirë të të shikoj në skenë, në ekran me ato qukat që ke dhënë. Edhe ti edhe unë sot. Okej, ja dhe unë do ta gjej më njëherë, sepse unë e kam shkruar sot dhe ajo është botuar dhe dua të falenderoj pak edhe penën e artë. Është zonja Prenda Sejdia, e cila e ka botuar, më kërkoi një shkrim dhe unë sapo e mbaroja dhe i thash okay, merre dhe kjo është përralla më e re e imja të cilën dëshiroj ta ndaj edhe me ju edhe me fëmijët. Dhe titullohet Fshati Bubullima e Qeshur. Një herë një kohë, në një fshat të largët të quajtur Bubullima e Qeshur, e cila shtrihej pranë malit të Jezercës, jetonin pak njerëz të vetmuar që nuk kishin asnjë lidhje me njëri tjetrin, asnjë lidhje gjaku dhe familjare, por ishin gjendur bashk për një motiv të vetëm. Ata ishin njerëz që nuk e njihnin frikën, pasi e luftonin atë me artin e tyre. Ata ishin artistë të rrugës. Dikur ai fshat kishte qenë shumë i gjallëruar, por prej shumë kohësh mbeti i braktisur. Thuhej se kishte ndodhur një tragjedi në një ditë të shënuar për të gjithë fëmijët. Ishte një qershori. Fshati ishte vënë në punë për të bërë balonat. Balonat ishin shumë ngjyrshe dhe të gjithë ju e dini që si bëheshin me ristela dhe me fjongo. Edhe me spango të gjata, gjyshet kishin thurur ca fjongo shumë ngjyrshe dhe i kishin lënë te lulet e oborrit, që fëmijët i merrnin gati dhe t'u zbukuronin bishtave të balonave.
Fëmijët kishin mbushur rrugicat dhe shkonin shtëpi më shtëpi, duke thirrur njëri tjetrin që të bëheshin gati për të filluar garat e balonave. Qielli u nxi. Pas diteve zakonisht shiu bashkë me bubullimat zbrazeshin për disa orë të mira dhe më pas dilte dielli sikur s'kishte ndodhur asgjë. Kur filloi bubullima e parë, që aq e fortë dhe e frikshme, sa të gjithë u shpërndan nëpër shtëpia dhe u fshehën nga frika. Ndërkohë, fjongot e balonave i mori era dhe vërtiteshin në ajër, si për të bërë ritualin e balonave të një qershorit, që stuhia e la në mes dhe zvonoi. Një, më e fortë se sa e para, u ndje në ajër dhe lëshoi një zhurmë edhe më të madhe. Zakonisht, pasonte zhurma nga një rufe, e cila shkarkonte mbi majat e pemëve të larta, por këtë radhë rambi çatin e një shtëpie, ku banonin një çift të moshuarish me mbesën e tyre flutura. Fshati u pushtua nga trishtimi. Pas kësaj tragjedie, nga frika u larguan të gjithë banorët dhe fshati i bradhtisur nga njerëzit çuditërisht kur mbeti i boshatisur, me çfarë u popullua? U popullua me flutura shumë ngjyrshe. Edhe ishte shumë e çuditshme se edhe lulet filluan të çelnin, që më parë nuk ekzistonin. Fshati i vetmuar u transformua në një botë magjike, e cila dal nga dal u bë vendi i strehimit të artistëve të rrugës, të cilët performonin në rrugë dhe s'kishin stre. Ata ishin të vetmi që guxonin të thyenin mitin e frikës së rrufeve dhe bubullimave të tmerrshme, sepse s'kishin ç'të humbisnin. Të qenurit pas stre, ata i kishte bërë sfidues dhe guximtar. Ditë pas dite dukej sikur fshati po gjallërohej. Nga një vend i frikshëm u kthye në një pikë turistike, sepse artistët të gjitha punimet e tyre i shfaqën si një galeri me piktura dhe punime artizanale, hapën panajire me gatime të ndryshme, vendosën skena me vegla muzikore, që kushdo mund t'i përdorte. Çdo mbrëmje kishte koncert, muzika, arti, gjithçka e bukur, sikur e zbuti dhe rrezikun e rrufeve, që pas fatkeqësisë së vogëlushes flutur, edhe bubullimat nuk bënin më zhurmën bum, por kishin një zhurmë tjetër. Ha 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 ha, bënin bubullimat dhe pastaj kishte shkreptima të mëdha. Këtë banorët e rinj e morën si shenjë të mirë dhe e pagëzuan fshatin me emrin Bubullima e qeshur. Me sa duket edhe rrufet thonin që ato largohen nga vendi kur zemërimet, ankesat, grindjet dhe konfliktet nuk janë më pjesë e jetës së përditshme. Ndërsa këtë qershor ndodhi një çudi tjetër. Një fëmijë me emrin Flutura kishte humbur rrugën edhe përfundoi në fshatin Bubullima e qeshur. Sapo ajo hyri në kaldrëmet e fshatit, u çudit nga bukuria që pa dhe u ulmu në mes të fshatit dhe po qëndronte. Ndërkohë ishte ora që ju thash që kishte pasdite bubullima, edhe erdhi një bubullim që edhe ajo vetë harroi që të qeshte, po bëri atë zhurmën e frikshme. Të gjithë u trembën dhe vajza e vogël nisi të qaj kaq shumë sa bubullima u ndje keq në çast dhe ndaloi. E pa vajzën e ulur në mes të fshatit, edhe u kujtua dhe filloi që të qesh. Ha ha ha. Vajza e vogël u ngrit në këmbë, ngriti syt nga qielli dhe pa një re që ishte bërë si flutur. Po kush je ti? E pyeti vogëlushja. Unë jam Bubullima e qeshur, ju përgjigja ajo. Nëse të pëlqen ky vend, ik në shtëpi, merr edhe familjen tënde dhe eja këtu. Dikur, këtu jetoja edhe unë, por tani që erdhi një fëmijë tjetër me emër Flutura, unë do të bëj çmos të mos përsëritet asnjë tragjedi në këtë fshat. Ndaj nga sot unë, Bubullima e qeshur Flutura, do t'ju mbroj të gjithëve dhe ky fshat nuk do të preket nga asnjë fatkeqësi. Vajza u çudit. I fshiu lotët dhe ndjeu një dorë që e drejtoi të shkonte te shtëpia e saj. Prindrit duhet ishin duke e kërkuar. Sa i bukur që ishte ai një qershor. S'thon kot që në qershor merren dhurata. Flutura u rikthye në fshat, duke sjell sigurinë për të cilën ajo sakrifikoi jetën. Legjendat thonë që një qershori kthehet dhe ajo vjen dhe bën mrekullira tek fëmijët. Kjo ishte përralla Bubullima e qeshur. Shpresoj që e di që edhe mund t'ju ketë trishtuar,
por ka dhe një moral shumë të fortë brenda. Bravo Moza, mesazhi ishte shumë shumë i bukur. Faleminderit Marga. Pa dashur t'i trishtoj fëmijët, doja të thoja që aty ku mbizotron mirësia, dashuria, bashkëpunimi, paqja dhe mungesa e interesit material, aty edhe natyra bën pakt. Pra çdo gjë e pamundur realizohet dhe zbutet, nëse ne udhëhiqemi nga mirësia. Atëherë, le të fillojmë me një video tjetër që teta Alma ka gati dhe unë e di që ka shumë të tjera, ose Sara, shoqja ime. Sara, e ke të fikur mikrofonin sërish. Sepse unë luaj me kompjuterin këtu dhe ju bëj zhurmë, ju shqetësoj, prandaj e mbyll. Por ndërkohë, unë do të sjell vogëlushen Suzana. Ta ndjekim. Një qershori festa e fëmijëve. O gjyshi, o nana, si e i plot gëzim Andi, kur u kthye nga shkolla, në një nga ditët e fundit të muajit maj. Mësuesja na tha që së shpejti do të festojmë një qershorin, festën e fëmijëve. Do të këndojmë dhe do të valsojmë. Mësuesja po ashtu na tregoi për festën e një qershorit që festohet në të gjithë botën për fëmijët. Në disa vende festohet në datën 20 nëntor, ndërsa këtu në Shqipëri dhe në disa vende të tjera festohet në datën 1 qershor. Jush Mali dhe nëna Drita i treguan Andit që kjo festë për fëmijët u krijua shumë vite më parë, pas mbledhjes të shumë njerëzve të mirë për të mbrojtur fëmijët nga keqbërësit, fëmijët jetim. Çfarë do të thonë fëmijët tim, o gjyshi dhe nana? Pyeti Andi. Fëmijët quhen jetim kur prindrit e tyre kanë ikur nga kjo jetë. Po pse kanë ikur ata? Si kanë dhënë fëmijët e tyre? Gjyshi dhe nana i treguan me durim Andi përse. Andi u trishtua dhe u hodh në krahët e nanës. Nëna Drita filloi t'i tregonte se si njerëzit e mirë në të gjithë botën mbar kujdesen që fëmijët jetim të shkojnë në shkollë, të rriten të lumtur, si të gjithë fëmijët e tjerë. Ndërkohë që nëna Drita po tregonte me zërin e ëmbël, Andi e zuri gjumi në krahët e saj. Një rrëtë dhe shkoni, ky ishte të rëtëmi, për një qershorin, festën e fëmijëve. Shpresoj që ti të pëlqyer dhe ju uroj të kaloni së më gëzueshëm këtë ditë të mrekullueshme. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat. Miru takofshim. Ishte Suzana Zëmbla e emisionit, e cila erdhi kaq ngrohtë për të gjithë ne dhe gati na vuri në gjumë me këtë zërin kaq të butë që e ka Suzana. Apo jo, Sara? Sara. Po je shumë e saktë. Po, është vërtet, je shumë e saktë. Edhe pse nuk e di pse i kishte ikur forca e zërit në fund Suzanës, nuk e di çfarë kishte sot. Unë Sara dua një vjersh nga ti ose një gjë që ke bërë ti vetë. Unë i kam, por ku i ke? Unë i kam paksa tronditse në fakt. Po ç'na ka kapur kështu me një qershori në tronditje? Okej, këto janë poezi, faktikisht janë poezi që unë i kam bërë këtu e 15 vjet përpara. Ka gjë. Por është, okej, kam sjell domethënë
faqen tjetër, faqen negative të shoqërisë tonë për fëmijët. Nëse ju më lejoni, po ja u them që këto janë poezi të dhimbshme që unë Ska gjë, janë pjesë e medaljes, edhe këto janë pjesë e jetës tonë. Janë fakt. Okej. Në fakt unë kam po vazhdoj të lexoj. Dënim me vdekje. Pastaj do të na ëmbëlsoj Marga me një këngë, jam e bindur. Okej. Dënim me vdekje. Foshnja koma me gjerdan eksploziv, që ndoshta nuk dinte se ç'bëhej me të. Ishte i mitur, s'kuptonte, nuk ishte naiv. Jati nga gjirja rrombeu nënës pa zë. Te kush Zot beson ti o i mallkuar, që dhimbsuri nuk jas për gjakun tënd? Me sytë tu të kuq si qeni tërbuar, shpirtin e një nëne, sa shumë për e rënd. E solle në jetë që jetën t'ja marrësh, se pyet e kur e solle, e se pyet kur ja heq? Ti, kur s'di të duash, nuk di as të falësh, dhe në sytë e Zotit, jo nuk ka më keq. E kujt nuk i dhimbset një foshnjë paditur, që rrugës marramëndësh po shkon kuturu. Në ata sytë të trembur të atij fëmijë të mitur, dënimi me vdekje, pa fajse që u vu. Sa e dhimbshme. Ta plotësoj dhe unë pastaj me të që është e dhimbshme apo e lëm për në fund? Po. Jo, ta mbarojmë dhimbje këtu, them unë. Jo, thash të këndonte, ta zbusejnë qika të, se mos vend dhimbje një pastaj zbusim. Më mirë e mbarojmë këtu dhe e lëm të zbutur në vazhdim. Atëherë unë po vazhdoj me një video tjetër. E mirë që të zbutet një qikse. Okay. Kemi vajzën e Paulës që ka sjell një krimtari nga vet Paula. Përshëndetje, unë jam Aleksandra dhe tani do të interpretoj një vjersë të cilën e ka shkruar mami im për një qershor. Zemra e një fëmije, në sytë e tyre ka dritë e yje, ka ëndra të arta dhe shpresë, me duart e vogla krijojnë botë, si rrezet e para kur zbardhi mëngjes, si nota e tetë mbi pentagram, si petale lulesh të brisht të pastër, ata sjellin gëzim, paqe, jetë, si ilberi në qiellin e kaltër. Kanë të drejtë qeshin e luajnë, me dashuri të rritën si lule në erë, ata janë e ardhmja në pafajsi, puhiza e butë që puth një pranverë. Bravo. Dhe nëse mbyll syt dhe nuk e shikon kush është, mua mu duk si kur ishte Paula atje, edhe mënyra e recitimit ishte e njëjtë përveç zërit. E ngjan përveç zërit, bravo. Përveç zërit. Po vazhdoj më duket se kjo është mbesa e Margaritës. Me rast të festës së një qershorit, sot kam për të lexuar një përrallë e cila titullohet Kurora e Gerlës. Në një qytet të vogël, ku çdo një qershor, duke si karnaval në Lulber, jetonte një vajzë me emrin Gerla, që e njihnin të gjithë për 3 gjëra. Thëngët e saj gjithmonë të mëdha shumë ngjyrëshe, kërcime që e bënin të duke si flutur, dhe kurora që i vendoste vetes me krenarin mbretëreshe. Sot do të jetë një ditë magjike, tha Gerla, mëngjesin e një qershorit, duke zgjedhur fjongon më ros që kishte. Në park po bëhej një festë për fëmijët. Kishte tullumbace, muzikë, lojra dhe një garë për kurorën në art të gëzimit. Një lojë ku fëmijët kërcenin, qeshnin dhe shfaqnin talentet e tyre. Gerla kërceu si një petale në erë. Nuk e kishte me garë, thjesht kërcente nga zemra. Bravo, bërtitën fëmijët, Gerla për kurorën. Por ajo ndal, u kthye dhe tha: "Kurora ime është gëzimi juaj. Të gjithë sot duhet të jemi mbretër e mbretëresha të buzëqeshjes." Dhe e papritur, hoqi kurorën e saj të artë e ndau në pjesë të vogla me fjonga dhe u vendosi të gjithëve në kokë, një për një. Që nga ajo ditë, në atë qytet, një qershori quhej dita e kurorave të Gerlës, ku çdo fëmijë kujtohet se mbretëresha e vërtet është ajo që ndan dashuri, jo që sundon me fjalë. Gëzuar festën e një qershorit të gjithë fëmijëve. Gëzuar. Kjo është vetë Gerla, domethënë. Kjo është Gerla. Kjo është Gerla.
A mund t'ju sjell dhe disa mesazhe të shkurtra që na kanë ardhur? Patjetër. Kemi nga Fatime Buzo, urime për emisionin, gëzuar të gjithë fëmijëve, ishte mësuesja Fatimia më duket? Po. Apo jo Marga? Fatimia është ekonomiste në profesion edhe tani ka studiuar edhe për pedagoge dhe është mami i Elios edhe i Ermelës. Gëzojmë që është në dëgjim. Ina Mata, që është mami i Rianit, që përshëndeti pak më parë dhe thot, përshëndetje zonja të nderuara, gëzuar të gjithë fëmijëve një qershorin dhe patçin jetën gjithmonë fest. Faleminderit. Kujtim Kashari, ju bëft mirë, gëzuar. Faleminderit, gëzuar zoti Kujtim edhe për ju. Bona Abazi, faleminderit ëmbla Mimos, larg lotit, larg luftës, vetëm paqe dhe lumturi. Është momenti që lexohet poezia e saj. Ara Alsana, bravo, bravo, gëzuar. Fatime Buzo, faleminderit shumë Marga, faleminderit shumë stafit, faleminderit dhe ju. Ildi e Xhemali dhe Zana Zëmbla, tetat moderatore, edhe sonte nuk përtuan dhe na gëzojnë duke na uruar ne për një qershorin. E falenderojmë mësuese Ildien, edhe urimet i përkasin dhe asaj se ka edukuar të rjetë një brez të ri. Ina Mata sërish, Riani ju falenderon dhe ju përqafon të gjithave. Lura Thesari, bukur dhe shumë ngrot. Luli Lule. Luli Lule duhet ishte pjesë e emisionit sot, sepse është shpirti më i bukur fëminor që jeton në trupin e një gruaje, por në shpirtin e një fëmije. Ka qenë pjesë e këtij emisioni, por për shkak të angazhimeve të tjera ndoshta do të na bëhet në vijim pjesë. Sërish një diel plot energji, plot dashuri, plot mirësi nga prezantueset dhe emisionit tuaj. Ju bëni atë që shumë televizione nuk e bëjnë, ose nuk e bëjnë si që duhet të bëhej. T'i jepet kohë produktive fëmijëve e të ardhmes së tyre. Fëmijë, gëzuar festën tuaj, ditën e fëmijëve, ju jeni bekim nga Zoti. Të falenderoj Luli që je me ne. Dhe vijojmë të Bore Sejdia Shkoza, një mike tjetër ndjekse e këtij emisioni, që ka pasur mbesën e saj këtu, dhe shpresoj dhe uroj që ndonjë ditë edhe ajo të bëhet sërish pjesë e jona. Urime për emisionin, suksese për ju, gëzuar festën e të bukurve që na mbushin plot dashuri. E falenderojmë Boren, Zana Alka na kënaqet me zëra kaq të bukur. Faleminderit dhe Zanës dhe vijojmë në pjesën tjetër të programit, që me siguri Marga do të na bëhet pjesë e melodisë së zërit të saj për të përshëndetur të vegjëlit tan. Moj moza që nuk mund dave, do thotë Margarita. Jo, po unë s'harroj, sepse zëri i saj është për të ndjekur. Në fakt, unë sot klikova në YouTube për të gjetur një këngë për një qershorin dhe gjeta nga një vogëlushe Megi Bimi, një qershori titullohet kënga. Unë nuk e di nëse do ta sjell në melodinë e duhur që ishte, po i kam marrë tekstin edhe do mundohem ta sjell në melodi. Okej, e ndjekim. Zëri jon sot jehon si një melodi, prita një vit plot që të vishti përsëri. Është dita më e bukur një qershorim, kjo është festa jon, gëzuar për çdo fëmijë. Një qershorin sot unë do festoj, me fëmijë plot dashuri, dorë për dorë ne do të këndojmë, në lëndin Rosa Rozin. Roza Rozina, qelin trëndafilat, bashkë me zambakun, edhe lule tjera. Kush i do këto lule, në lule të futet, në këtë vend të bukur, bumeja të ulet. Zëri jon sot jehon si një melodi, prita një vit plot, që të vishti përsëri. Është dita më e bukur një qershorim, kjo është festa jon, gëzuar për çdo fëmijë. Do një qershor, kujtim do të ngjetë, sepse fëmijë një herë vjen jetë. Do një qershor,
kujtim do të nget, fëmi, një herë vi në jetë. Të lumt. Të lumt. Të marrë zërin e ëmbël si fëmijë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe tani ne do të ndjekim Shqiponjën, ndoshta Margarita mund të na përshëndes në fund fare sërish. Shqiponja, jemi gati të dëgjojmë Edhe më vjen keq që do prish të ëmbëlsinë e zërit të Margaritës me këtë poezi. Edhe në fakt është një çike gjatë. Por them se ne po jetojmë bashkë me dhimbjen e fëmijëve të tjerë në botë, që se kanë fatin as ta dinë çfarë është sot, jo më që është 1 qershor, është festa e tyre. 1 qershori, ngurtësuar zemrat në këtë shekull të zi. Njeriu kthyer në robot, lufton kundër shëmbëllimit të tij. Në emër të Zotit ju lutem, mos e prishni paqen në botë. Lufta është e tmerrshme, nuk pyet për viktima, bën batërdi edhe në fëmijë. Kjo botë e keqe që vetëm hesht. Në tavolinë e mbështetur, pikulluar rinë. Jemi të varfër, edhe unë e them shpesh. Nëse në tavolinën time ka vetëm ujë, jam e pasur. Kam qetësinë. Paqja është e vetmja pasuri. Nëse ka vetëm bukë thatë, nuk kam uri. Nëse kam një pjatë supë, nuk rroj me frikë. Mendja më çon diku larg, në botën e shkatëruar ku njeriu ha njeri. E lufta nuk pyet për fëmijë, bën kërdin. Atje nuk ka çezë, as pus, e jo më ujë. Varfëria ka një emër tjetër, atje gjithçka është shkrumbuar. Grurit ja kanë harruar emrin, e s'kan as bukë. As korriçkë të djegur. E loti më zbreth me dhimbje, e me ikën qetësia. E shpirti më ulërin. Atje s'ka as tavolinë. S'kan as tokë, nuk kanë as vend ku të varrosin kufomat, me trupin akoma të ngrohtë. Qytetet të shkrumbuara, shkatëruara, era e barutit i kthyer në parfum. Muzikë fonebër dëgjojnë ulërimat. Gjaku i pafajshëm e vadit tokën. Janë fëmijët që vdekja nuk i pyet. Përse ti ikin nga kjo botë me lemeri? Ata nuk e din se ka 1 qershor sot. Në vend të lodrave, gëzhoja plumbash, ju avarin e qasi gjerdan, bomba, në vend të një topi lastik, e në dorën e vogël një automatik. Ç'tmerr, sa frikë, loj lufte me fëmijë, ikin me lemeri nga kjo e botë e keqe, pa e mësuar ç'të thonë, ç'do të thotë të plakesh. Në 1 qershor dheu i mbulon. E mbështetur në tavolinë harroj se ku jam. Në Siri, në Alepo, Kabul, Izrael apo Iran. Qytetet janë ngërmall, shkatëruar në pafundësi. Vrarë e mbetur, fëmijë të pafajshëm e lot në sy. Pa ngrënë kush e di sa ditë. Fëmijë që u lërasin vetëm se duan të jetojnë. Paqe më del nga shpirti, e le të mos kem të ha. Jam e pasur kur kam qetësi. Të lutem Zote ulu në gjumë të përrule. Dëgjoje thirrjen time. Ndale atë luftë të mallkuar, shkatërroje atë fart keqe. Dhe mendohu, kur ti krijosh përsëri, mos bëj gabimin që bën, që sjell një fart të tillë që dhe për fëmijët nuk ju dhan. Kaq. Faleminderit Shqiponja, faleminderit. Sa e dhimbsha ishte dhe reale Shqiponja, për fat të keq. Nuk e di, po unë kur e lexova çfarë qajshe, po tani s'qau. Më shpëtuan pak ato emocionet. Le ti menaxhojmë pak emocionet. Do ta zbuz me një video tjetër dhe të shohim nëse ju do të arrini ta njihni kush është. Një Samueli do ju reciton një vjes për 1 qershor. Gonxhe celit, sot zambakët, që kam feste, vocorakët. Eja, shoku im, na pretfusha me gëzim. Pritëm erë shpejt, por si zogu ka hëlet. Dhe të mlezim lule plot, 1 qershorin kemi sot. Gëzuar festën e 1 qershorit, të gjithë fëmijëve kudo në botë.
nuk ka qenë Samueli vogël. Samueli këtu ka qenë vetëm 5 vjeç. E pra Samueli vogël. Falenderoj mamën e Samuelit Elkitin që na e ka dërguar këtë video. Vërtet shumë e bukur. Sa bukur duhet ndihet dhe Samueli vet. Mund të vazhdojmë me një tjetër me Sindin? Patjetër. Dhe poezia tjetër titullohet Një qershori si për hera. Një qershori o fëmijë, vjen plot gaz e lumturi. Një qershori vit për vit vjen të gëzoj fëmijët. Është ditë e bardhësive, është ditë e bukurive, është ditë e lumturive, është ditë e fëmijëve. Një qershori për herë, fëmijët i gjenë shend e verë, ja të qeshur të gëzuar, të gjithë bashk për të festuar. Një qershori si për hera, vjen të pragu, vjen të dera, vogëlushët janë aroma, janë gazi, janë jehona. Një qershori vit për vit, vjen për ne, vjen për fëmijët, fëmijët janë dritë e jetës, janë aromë e së vërtetës. Faleminderit dhe ju uroj të gjithëve gëzuar një qershorin. Gëzuar bukuroshe Sindi, gëzuar. Faleminderit Sindi që ishte me ne në këtë formë. Dhe uroj në fakt jo vetëm Sindin, por uroj edhe maman e Sindit, e cila hera herës e ndihmon atë që të jetë pjesë realizuese edhe e videove, e performancës, e gjithçka e të bukur, që ajo të vi sa më këndshëm për këtë emision, cilit jam e sigurt dhe e bindur që i mungon prezenca fizike. Teta Alma, ose Sara? Pra. Arrovami? Nuk kemi ne ndonjë gjë nga Kesi, nuk na ka sjell Kesi asgjë? Po pse kështu kjo mi është rritur më duket? Dale të bëj një kontroll, po unë e dija që ajo do vinte. Jo. Jo, nuk ka sjell. Është mjaftuar vetëm me nipin e saj ajo. Pasë s'kan drita, pasë s'kan korant, internet, si i thonë. Ndoshta. Se dhe për i me bi tani erdhën dritat. Tani të vazhdoj me video të tjera unë, se kam gjithë ato. Gjithë ato do të shohim. Një fëmijë ndërroi brënvon të ngjite mbi si do balon dhe kishte paqe, lodra mbështir, mos kishte askush lënë fytyrë. Të luanin bashkë pa frikë mërtri, të qesnin fort, të ndanin qësi. O bote madhe dëgjoj këtë zë, bëu një vend ku në dashuri të rritet çdo fëmijë. Zemër e vogël. Sa i këndshëm. Shpejt. E kam mësuar përmendësh, mbrëmja kam mësuar atë vjeçën edhe kam mësuar përmendësh. E pra, ose mos e haronte dhe shpejt, ose mos e haronte. Të keqe, za qefi kam fëmijë të tillë. Përshëndetje të dashur miqtë e mi të vegjël. Mirë se erdhët në rubrikën tonë, Këndi i leximit. Sot është një fest kaq e paqt, kaq e bukur, festa juaj të dashur fëmijë, gëzuar një qershorin. Sot zëri i ëngjëve vjen me një poezi, sa e gëzueshme, aq edhe kritike, sepse neve gjithmonë jemi pranë jush për t'ju dhënë inkurajim, motivim dhe pse jo, vlera dhe kritika për të ecur përpara. Ndaj, ju ftoj të ndjekim së bashku një porrallës në vargje, e cila do t'ju japi juve më shumë mësim në të përditshmen tuaj. Le ta ndjekim së bashku. Porrallëza e sotshme është një porrallë humoristike, e cila përmes humorit do të përcjell mesazhin e saj. Erdhëm pra sot për ju, jemi që të gjithë këtu, për të ndarë ca dhurata, s'janë biskota, as çokolata, as makina, topa, saze, por ca thumba, taze, që i ndajmë si peshqesh,
për t'i pasur vath në vesh. Vogëlushit që nuk mëson, shoqëria i dhuron disa doza me vullnet që t'i pin me shëndet. 9-10 t'i kujtoj, bashk me shokët të festoj. Për gjumashin, një këndes ta shurdhoj çdo mëngjes, që të hidhet nga krevati sa të bjerë 6 sahati. Llafazanit që këput 100 llafe në minut, i dhurojmë një dry special, që sa herë të thot një fjalë, të kërkoj çelsin tek unë, ditën, e jo kur jam në gjumë. Gënjeshtarit të pabes, që t'ja verë gishtin kres, po japim një luk spec. Rena mu në fyt tungec. Mundi madhit që kujton se mbi shokët ai qëndron, ne japim si peshqesh një pasqyrë që ta përqesh. Sa her hundën e çon pesh. Për atë që bën rëmuj, në kopësh, në shtëpi dhe në çdo vend, që kërkon ku lafanellën, ku këpucët, ku ombrellën, ku palton, ku çorapet, lesheli i bën dollapët. Për shkatërraqen pra unë solla një çelës të ri automatik. Ti shtrëngoj vidat një çik. Dhe për atë që është pisanjos, që çdo plaçke katranos, me lëng pemësh e tërnjolla, dhe si heq gishtat nga goja. Po japim si dhurat, sapun, ujë dhe peshqir të thatë. Folëm hapur, shkoqur, qartë, madje dhe me zë të lartë. Me të metat dhe gabimet, shoqit s'jambulojmë, por me punë dhe vullnet, të gjithë tokë do i përmirësojmë. Të dashur fëmi, duke shpresuar që përrauza jon humoristike tu ketë pëlqyer, tu ketë zënë vend dhe tu ketë bërë ndonjë moment autokritike, unë shpresoj dhe uroj që këtë ditë sot ta shijojmë, të festojmë, jo vetëm ju, por edhe të gjithë të rriturit që kujdesen kaq shumë për ju, dhe do t'ju lutesha të dashur fëmi, zgjateni sa më shumë fëmirin tuaj, pasi të rritur do të bëheni një ditë, por fëmi, kurrë. Dhe është momenti më magjik i jetës suaj. Shijojeni atë. Gëzuar një qershorin të dashur fëmi, nga unë zëri i ëngjëve. Kalofshi një ditë magjike. Shumë e bukur. Na kënaqe. Ishte një miksim i bukur, në fakt, humoristik, kritik, me pak spec brenda, i kishte të tëra. Këshilla të bukura në vargje ose në fjalë. Aq të bukura. Tamam një mësim. Shumë e bukur. Tita Alma, tita Sara. O Sara, po homi, ti prapë ke mbyll mikrofonin. Po se bëj zhurmë, mos nga s'më rrin duart raftu. Margarita, ke ndonjë material tjetër? Jo, për mua është më mirë të vendosim ato videot e fëmijëve. Patjetër që ato do t'i vë. Unë i kam vënë të gjitha, vetëm dy të vockla kam. Dy më duket. E të vocklat. 2 kam. Elës edhe Tanxhës.
Nuk e dhash unë të Angels, një është Angelos dhe një i dhash që parë. Jo, ato ishin të Elios të dyja, Angel nuk e ke dhënë. Përshëndetje, unë jam Angjo, sot do t'ju lexoj një vjesht të quajtur Angjo dhe sy të magjikë. Angjo ishte një djalë si askush tjetër. Ai duke i zakonshëm, kishte çantën e vet të shkollës, biçikletën që her pas here e haronte në rrugë dhe një koleksion të çuditshëm syzesh, jo për t'i vendosur, por për të bërë eksperimente. Një ditë, teksa po rëmonte në një kuti të vërtet, në Papafingo gjeti një palë syze të arta. U habit, sepse mbi to ishte gdhendur me groma të vogla. Pa humbur kohë, Angjo i vendosi syzet dhe bota ndryshoi. Pema në borë nisi të kërcente si balerinë. Maçoku që zakonisht flinte gjithë ditën, po lexonte një gazetë. Mësuesi matematikës kishte vesht lepuri. Angjo filloi të qishte me zë, por pastaj kuptoi diçka më të thellë. Syzet nuk të tregonin gjëra të çuditshme, por të vërtetat e fshira që sytë e zakonshëm nuk i shihnin. Kur dikush ishte i trishtuar, ai e shihte një re të vogël mbi kokë. Kur dikush kishte zemrën plot dashuri, ajo shkëlqente si llambushkë. Që nga ajo ditë Angjo u bë vëzhguesi i vogël i mrekullive. Ai ndihmonte pa u vënë re. I jepte një çokoladë dikujt me re të zeza mbi kokë. Ulej pranë një shoku që fliste pak, por kishte zemër që ndriçonte. Askush nuk e kuptonte si a dilti gjithmonë të shihte në vendin e dur, në momentin e duhur. Vetëm ai e dinte dhe syzet e arta. Gëzuar një që shohin të gjithë fëmijëve kudo në botë. Ja, pra që i kisha, kam dhe një të fundit, por ndërkohë Shqiponja ke ndonjë material tjetër? Ja, s'ka me. Moza? Jo. Jemi në përmbyllje të emisionit, kështu që besoj dhe video e fundit do të na thotë përshëndetjen pastaj të secilës prej nesh dhe kalojmë në përmbylljen e emisionit. Atëherë, unë kisha dhe një poezi tjetër, por gjithmonë unë e shikoj në një këndvështrim tjetër botën e fëmijëve. Ata fëmijë që sot vuajnë dhe që nuk mundën të jenë të lumtur. Edhe pse s'kisha dëshirë që ta mbyllim kështu, po do vë video në fund. Një dorë e shtrirë. Në anë të rrugës, një dorë e shtrirë. Dhe zëri mbytur, më fal ndonjë lek. Ai trupi mcak gjysmë i ngrirë, me ngjyrë të mavjosur, si të ishi vdek. Çfarë qen ka ky? Çfarë qen ka ky? Kush e kish mallkuar? Fillimin e jetës ta niste kështu? Edhe nga Zoti ishte i harruar mes shiut trebesh dhe qiellit blu. I ndalova pranë, po goja mu qep, 2 lekë e mi se ndihmojnë as pak. Ai fëmijë mallkuar që në djep, kush në këto botë ka hyrë në hak? Një pikë lot në faqe më rodhi, por më shumë zemra më lotoi. Edhe ato 2 lekë, dikush jam lodhi, të gjorin përsëri në shije harroj. I dhurova çadrën që kokën të mbulonte dhe me shpirt një lutje i bëra Zotit, nga kjo gjendje mirë ta ndihmonte që mos të mbeti në mëshirë të motit. Dynja e fëlliqur, shpirt suvatuar, ca shtyhen me shkelma e ca shtyn para, mbi vuajtjet e tjetrit, gradaçela ndërtuar, paraja këta mostra, pa shpirtila. Shumë e bukur dhe Më kujtove, Alma, edhe shitja e vogël e shkrepseve. Do me thënë, këto krijimet tona, sigurisht që në mënyrë subkonsciente, kur na vin pak të trishta, na kujtojnë atë privimin e lumturisë apo të
mungesën e paqes apo të bollëkut apo të lojrave të arktimeve të fëmijëve nga fëmiria jonë që ne kemi lexuar në prallat klasike dhe më shohej shumë kjo pjesë. Dhe kështu që truri jonë është induktuar kaq shumë me këtë gjë dhe ne I sjellim të tilla, pa çka se tentojmë pastaj edhe të përdorim anën tjetër të medaljes. Por frymëzim të bëhen që ka shumë dhe lajmet që dëgjojmë të shumta apo këta fëmijë në rrugë. Për shembull, unë do t'ju them diçka. Kur ne ishim në Itali dhe shkonim me makinë nga Italia në Shqipëri, në Shkodër, kur ne kalonim kufirin, vajza ime dhe pse ishte vogël, Sara, trishtoi shumë jashtëzakonisht, sepse shumë fëmijë nga panorama kërkonin lekët. Edhe unë shumë herë I thosha, kur nuk pëlqente ndonjë ushqim apo ndonjë gjë, unë I thosha gjithmonë, Sara, pa mendoj një çik ata fëmijë që nuk kanë absolutisht çfarë ta hanë dhe ti bën nazë ushqimit. Po, tamam, është një formë dërgjegjësimi për t'i thënë faleminderit gjërave që kanë. Ç'të bëjmë? Atëherë do të na ndryshosh atmosferën, jam e sigurt. Patjetër me videon e fundit. Fëmijëve. Erdhi një qershori, është dita jonë. Kjo festë vjen plot gëzime hare. Dielli buzëqesh, fëmijët lodrojnë. Dizet bota mbarë, gëzojnë të gjithën e. Fëmijët këndojnë me sy që ndriçojnë. Lodra, dhurata, ngjyra pambarim. Gëzohet sot çdo zemër e vogël. Ne jemi drita më I bukur I përqafim. Sot duam buzëqeshje dhe shumë dashuri. Ëndrat I thurim të qeta pa frikë. I lumtur në botë të jetë çdo fëmijë. Festa e gëzime ta kemi çdo ditë. Gëzuar festën e një qershorit. Sa e sigurt është vetvete, ka shumë vetvlerësime dhe është gjë shumë e mirë që fëmijët e kanë këtë sepse do të eci shumë përpara. Ka paraqitjen, ka zhdërvillësinë, fjalën e bukur, artin, aktrimin, të gjitha. Bravo, urime. Është shumë artiste. Unë e njoh nga afër dhe ajo në çdo aktivitet, jo vetëm të shkollës që bëhet në Libov, po edhe në bashkinë e Libovës, ajo do të jetë e para dhe e sigurt që e marrin të gjithë, po ajo është, jam unë thot, do prezantoj, do këndoj, kërcej, aktroj, të gjithë ai bën. Patjetër, ajo është edhe vetbesimi që ajo ka e bën që të jetë predominuese në mesin edhe në rrethin e bashkëmoshatarëve. Pastaj ka edhe prezencën, ka edhe atë bukurinë skenike që I duhet ekranit. Kështu që ishte vërtet shumë fat të kishim një fëmijë të kompletuar në këtë formë. Të gjithë fëmijët janë të bukur dhe kanë cilësira në mënyrën e tyre dhe së bashku ata bëjnë një puzzle shumë interesant të botës së fëmijëve, sepse janë të mirëpritur të gjithë fëmijët në këtë emision. Kemi dhe disa mesazhe të tjera nga miqt tanë të rritur, Peter Panist gjithashtu, të cilët na bashkohen me urimet e tyre, dhe kemi mbetur tek urimi I Zanalkës, momenti kur Marga jon këndon dhe thot të lumë të goja zemra motrës Marga ime zemër. Faleminderit Zana Pira, nëse zgabohem Alma, respekte. Fatime Buzo, Angjo Drita, Gjin Musa,
ju përgëzoj sinqerisht, e falenderojmë, kur janë zotëri për më tepër, që janë në dëgjim dhe vërtet janë kaq inkurajues për këtë lloj nisme që ne dalim edhe nga vetja vetëm për të gëzuar fëmijët, qoftë me lukun ton, qoftë me mënyrën se si aktrojmë për të u shprehur fëmijë dhe për t'ju afruar moshës së tyre, dhe kur zotëri të tillë na mirë kuptojnë dhe na mbështesin, është vërtet një kënaqësi dhe një lumturi dhe një motivim më shumë. E falenderoj Zotin Gjin dhe kalojmë tek Bona Abazi që na duart roket, Ida, gëzuar të gjithë fëmijëve një qershorin dhe një tjetër zotëri i nderuar Nikol Njeçi, urime festën. Faleminderit Zotit Nikol, faleminderit të gjithë zotërive, faleminderit të gjithë nënave, edukatoreve, mësueseve që kanë qenë sot në dëgjim, edhe një urim i veçantë për të gjithë ato që janë lodhur jashtë mase për realizimin e aktiviteteve të fëmijëve në këto ditë që kanë qenë kaq të ngarkuara për to. Mua më ka ndodhur që shpeshherë ti telefonoj edhe për emisionin tim të ditës së mërkurë mjaft mësuese dhe nuk më kanë kthyer përgjigje sepse kanë qenë kaq të angazhuara me ditën e 1 qershorit. Dhe kjo tregon edhe një herë për kushtimin dhe seriozitetin e edukatorëve të brezit të rinj. Mua më duket sikur më shumë se kur i kemi dhënë buzëqeshje në këtij emisioni, i kemi dhënë hapësira, i kemi dhënë ngjyra pafajësie që është bota e fëmijëve, ju kemi dhënë zërat e fëmijëve, ju kemi dhënë cicërima, freskie nga mosha të ndryshme, kemi dhënë gjithçka që ka të bëjë me botën e fëmijëve, sepse kjo ditë nuk është thjesht një fest. Ju shpesh herë pat që kishte edhe lot në sytë ton, sepse është një kujtesë për ne të rriturit, për të treguar që fëmijët janë drita e së ardhmes, janë investimi i së ardhmes dhe janë ata që ne duhet t'i mbrojmë dhe t'i dëgjojmë më shumë se çdo tjetër, sepse ata nesër do të marrin stafetën tonë. Prandaj të dashur prindër, jini të kujdesshëm me çfarë investoni sot për fëmijët tuaj. Dhe ky emision është një ndër filtrat të cilët ju bëjnë ju më të sigurt që fëmijën ta lini në dorë të sigurt duke ndjekur një emision si ky. Jo për reklam, por për të thënë që ne jemi vazhdimisht kritik, jemi një staf i cili qarkullon materialin dora dorës për të bërë të mundur që ai të vijë cilësisht në mënyrë kritike, në mënyrë të artikuluar dhe në një mënyrë të denjë të trokas në çdo brez, sepse ky emision nuk është vetëm për fëmijët. Ju e keni parë që ajo është një mbështetje për edukatorët, për t'ju dhënë një ngacmim mësuesve, për t'ju dhënë një ngacmim gjyshërve, për të gjetur një porrall, për të marrë një krim këtu, edhe për t'u lexuar dhe për t'u kujtuar fëmijëve të tyre përpara se t'i vënë në gjumë, nëse kanë shansin dhe mundësinë të rriten nga preri i ngrohtë i gjyshërve. Ne kemi një gjyshe të mrekullueshme këtu, të cilës dua t'i jap fjalën përshëndetse për t'i dhënë bekimin e saj në këtë ditë të bukur. Nga unë Mimoza, gëzuar festën dhe paçi festë në gjithë jetën tuaj, deri ditën e diel, miru takofshim nga unë. Natën e mirë. Me radhë koleget e mia. Fjalën përmbysë. Unë pak fjalë do them. Të vetëm fjalë më mirë do thoja që për fëmijët mos pas të kur keq, luftë, varfëri, sëmundje, por vetëm gëzim, harmoni, shkolla dhe libra sa më shumë për fëmijë. Kaq. Mjafton se i thash të tërë. Ndërsa unë do thosha diçka të rritërve, të mbajnë brenda tyre gjallë shpirtin e fëmijës, se duke e mbajtur të gjallë shpirtin e fëmijës janë më të dashur, më të sinqert dhe më të përgjegjshëm. Ndërsa fëmijëve prindrit duhet të kenë kujdes, duhet të ushqejnë buzëqeshjen, dashurinë. Duke pasur fëmijë të lumtur dhe të buzëqeshur sot, kemi një të ardhme të ndritur nesër. Ju uroj të gjithëve gëzuar festën sot. Faleminderit që na kanë ndjekur, na kanë mbështetur me komente dhe me like-et e tyre. Faleminderit. Ndërsa unë, Sara, sot, me qenë se sola 2 poezi që ishin shumë të trishta, në fakt nuk duaj që fëmijët të më kujtojnë kështu këtë javë, dhe po lexoj vetëm 2-3 rreshta për një qershori. Një qershori
Erdhi qershori përsëri, dita e parë është për ju fëmi. Nënat sot na kanë stolisur, si zogje flutura që ndisur. Prej dore na çojnë në shkollë, atje ku mendja na bëhet e hollë. Dita e fëmijëve plot gaz dhe hare, e ardhmje vendit jemi ne. Kudo këndohet e vallëzoj, për një qershorin recitoj. Dhe prindrit gëzojnë për ne, në zemrat e tyre, ne sillim hare. Kështu që ne mbyllim sot emisionin e fëmijëve, duke ju uruar gëzuar një qershorin, muaj të mbar dhe forca fëmijë, jepini forca mësimeve sepse jemi në fund të vitit, kështu që të dini me rezultate sa më të larta. Ti je vogël për vetemi, ti je vogël për vetëm, nuk ku ditë që duhet të mësoj. Sa lek do kisha dhënë të isha vërtet e vogël Shqiponja, po faleminderit, sot ndjehemi të gjithë të vegjël. Të gjithë të vegjël, vërtet. Ndaj e thash, u bëra dhe unë pak e vogël. E falenderojmë edhe Stanie Degjonin Dreka që ka dërguar mesazhin e fundit, po e lexojmë për falënderim dhe transparencë. Gëzuar fëmijë, paçi vetëm buzëqeshje dhe lumturi, gëzuar. Dhe me këtë mesazh përmbyllim këtë emision. Ivan Jokić, urime zemre të gjithave. Urime dhe për ju, zoti Ivan, që je me ne dhe ke një shpirt të bukur fëminor. Natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë dhe javë të mbar.